vendosi që të bënte një banor të vetëm Laertin dhe Valbonën. Pra, në televotim janë Rozana Amber, Laerti dhe Valbona. Dhe njëri prej tyre, që në rastin se është Valbona i bie të dalë dhe Laerti, në rast se është Laerti i bie të dalë dhe Valbona, do të lërë son të shtëpim. Pra, vetëm në rastin e Laerti dhe Valbonës dalin 2, në rastin e Rozanës ose Amberit del vetëm një banor nga shtëpia. Si e prite këtë Laert? Se Valbona është nuk dia të qeshi atë qaj? Ja kam për shumë falenderit Gertës këtë dhe do shifet në ditët në vijim. Valbona, të paktën për diçka je një me Laertin. Ashtu thua ti? Po jo, në kuptimin me qënë se jeni një lojtari vetëm de facto dhe de jure, pra të dyja bashkë. Do me nuk e prita këtë, nuk na e keni thënë më përpara. Jo, gjesti nuk lejoj që ta thoshte dhe presupozohet që juve ta zbulonit vetë. Keni hedhur hinte her pas here, Gerta ka hedhur hinte në fillim, por asnjëri nuk arriti që ta gjente. Edhe Gerta vetë nuk e ka gjetur, do me thënë jeni munduar, po askush nuk e gjeti se kush ishte banori që ishte kthyer. Prisja që ti isha një lojtar me Rozanën, se për këtë akuzohemi. E para më vjen mirë. Një 77 ditë, po. Më vjen mirë që ju plotësua dëshira Gertës, sepse të gjithë kohës ka thënë dua Valbonën një shtëpi, dua Valbonën një shtëpi, u çudita kur nuk e zgjodhi emrin tim. Megjithatë fakti që jam në këtë dënim një lojtare vetëm me Laertin, kështu që nëse dalim të dy, nëse qëndrojmë do qëndrojmë të dy. Okej, që vazhdoni të televotoni, televotimi është i hapur me pyetjen kë doni të shpëtoni. Ne do të kthehemi tek juve pas pak, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Ftes portreti i Valbonës. Nuk ka rëndësi, le të dalim, le të rrim, vetëm të jem me Laertin. O zot. Mirë, ka publicitet, qëndroni me ne.